الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi në vazhdën e mësimeve të nxjerrura nga Imam Bukhariu të radhitura prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Kapitulli i radhës është kapitulli i lutjeve, i duave. Insani ka nevojë për lutje, ka nevojë për dua, ka nevojë që t'i drejtohet Zotit vet, t'ia drejton jetën, t'i jap shëndet, t'i jap të mira, t'a ruan nga të këqijat. Dhe një numër i madh i njerëzve neglizhojnë dua, harrojnë se çelësi që i ka humb në rregullimin e problemeve të veta është e Zoti. Ky e lip në dunja, e lip në terr, ama i ka humb tjetër kund. E lip në dritë ku ky po shef, por atje ku i ka humb është tjetër vend. Andaj çelësi i krejt zgjidhjeve të problemeve tona është te Zoti i Madh te bareke ve teala. Jo rastisht partë e muslimanëve luteshin shumë te Zoti i Madh xhelle xhelalu. Edhe ata ishin të mëshëm, më të mëshëm se na. Edhe ata ishin punëtor, më punëtor se na. Ata e çliruan në dunja, ata e përhapën Islamin në dunja. Ata ishin të zellshëm, ishin me takat, kishin fuqi. Megjithatë luteshin te Allahu subhanahu wa taala. E lutshin shumë Allahun xhelle xhelalu. Andaj i pam lutjet e Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Omerit, Anas ibn Malikit, e kështu me radhë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndalet pranë një peme e të cilës i ishin tha gjethët. Edhe e merr atë degën dhe e shkund. E shkund një herë, nuk bin gjethët. E shkund për s'dyti, nuk bin gjethët. E shkund për s'treti dhe gjethët bin. Edhe e merr këta sa për ilustrim pejgamberi alayhis salam për t'i tregu muslimanëve. Pastaj thot: Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Vërtet fjala subhanallah edhe alhamdulillah edhe la ilaha illa Allah i shkund gjunahet që shkundi kjo shkundje degët e këtij trungu dhe këtij druni dhe i gjujtin tokë. Pse ja u tha këta? Që të tregoj se çelësia e dhikri, çelësia e lutjes, ti kur thu subhanallah, i madh është Zoti dhe i pasën nga tmetat. A mundesh me paramenu me të bë kabull ti kjo dua, ky madhrim dhe kjo lëvdat për Zotin e madh, sa t'jep Allahu subhanahu wa taala. Kur thua alhamdulillah, të gjitha mirënjohje dhe lavdit dhe përsosmërit janë vetëm për Rabbul Alaminin. Kjo është lëvdat për Allahun. Dhe kur thu la ilaha illa Allah, s'ka Zot që meriton me hak adhurimin përveç Allahut madh xhelle xhelalu. Tha pejgamberi sa çdo tri fjalë, nëse lidhet robi për to dhe i thot ato, ja shkundin gjunahet që i shkunda unë këto deg, apo një herë nuk u shkundën, dy herë nuk u shkundën, ama ti nuk hek dorë deri të bin gjethët, mos hek dorë deri të pastrohesh, mos hek dorë pi namazit, pi agjërimit, pi zeqatit, mos hek dorë pi punëve të mira deri të shkundësh mirë gjunahet, apo mos hek dorë pi duajës. Nuk ka mundësi Zoti ti me të lënë pa përgjigje. Ka mundësi dhe çka sa të ta dhon deri tash se ka vaktin. Vjen më vonë ta jap. Apo ta jap në kohën më të përshtatshme për tyje. Zoti gjithmonë e këshir interesin e robit. Ai sfiton kur gjapi pi të mirave çka u jep robërve. Krejt interesi është i joti. Andaj shikoj pejgamberi me mur këtë për shembull shkundjen e degëve. Hadith tjetër
nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj? Ai më të fol për lutje, për dua. Zakonisht njeri ka mundësi mu lut, për dhe zdi çka me lut. Pejgamberi sa më ka ardhur më na mësu çish mu lut. Tha ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj? Tha selillaha al-afwa wal-afia. Tha lutë Allahun me ta dhon afwin edhe afien, në dunja edhe ahiret. Shkurt, lutë Allahun me dhon falje gjunahesh edhe me të rujt pi sherrit, në dunja në ahiret. Këti u duk pak, e la, nesit shkoj të pejgamberi alayhi sallam, tha ja Rasulullah, cila është duaja më e mirë? Me shpresë se pi thot diçka tjetër. Se njerëzit menojnë se nëse zgatat një muhabet, nëse tjerët një muhabet, nëse tjerët një fjali, ajo bëhet më e mirë. Në realitet, a e kanë gjesh kitë mirën që aty. Erdhë dhe i tha, cila o doja më e mirë? Tha pejgamberi, selillah el afwa wal afia fi dunya wal akhirah. Lutë Allahut me dhon af edhe afie. Apo falje mëkatësh dhe me dhon siguri dhe mbrojtje nga sherrët e kësaj bote të ahiretit. Tha dunja dhe në ahiret. Edhe pastaj ja hekja të zhigin që ka i metë se djetë të duk pak. Tha me të bo, me të adhon Allah që të dijat, këtë mirët dunjas të ka adhon dhe për këtë sherrave të ka largue. Qka është af edhe afuje? Af është me të shli gjunat. Me të shli gjunat. Po dikush thot qka i bije mu me më dhonë khajrë nëse ma falë gjunajnë. Ha? Qka i bije? Të ndërum gjëmat. Me ta falë gjunajnë i bje. Se një gacë e helmit, një lanë djekse mrena tije, pret me shpërthy. Një helm pret me dhon efektin e vetë. Ti e ki bo një gjuna, që i bije qfar të ndërum gjëmat, kur e ban ti një gjuna, ti e ki bo një pull hazër për me shpërthyje, për me shkatru këtë jetën tane. Ajo pull, po nuk u menagju, po nuk u largu, po nuk u neutralizu, ajo veç i duhet dikush me a gjithë momentin me të helmuhe. Ti e ke po gjunajin. Apo çka tha pejgamberi alayhi salatu sallam? Lut Allahin me ti hek çto pulla. Çto helme, këto helme na vati bojna. Kur ti e ban një gjuna, para me ndoti me pi një got ujë apo një got lang, çka do koth me pi? Edhe me të lajmëru dikush masi e ki pi ti ketë ata, me thonë na i ban Allah ka ne helmume. Pa ka ne helmume. Çish nihesh? Çish bo ka ne helmume? Ti i merë këti natë ato çka e kanë di që janë helmume ose kanë pas mundësi me helmu. Çish me më keni helmue? A pse një herë nuk e morë në i nati vetën që i bojmë gjunahe, ato këtë helmume janë. Nuk ka gjunave se në ta ka helm. Nga helm. Allahu Gjellë thot, na jo falë na shumë për gjunave, se me ba me dhona jo efektin, ti shkatrosh. Mi ba mi morë Allahu për gjunahe njerëzit, i shkatron. Ama Allahu falë shumë, qka tha pejgamberi sallam? Lutë Allahin me ti neutralizu që to. Ti neutralizonaj. Apo, ti shkon të i mjeku të këshyra ki pas një virus, të ka pas mundësi me mu përshëndeti me neve. Ama, shqyqyr Zotit, elhamdulillah, shpoto e largun virusin. Qysh njësh? Një virus i vogël. Një virus i vogël nuk shijet me zi. Apo, ta ip me temperature që regullone. Ti ban kita dëmtimet. Edhe në fund qka thu? Qka të bash? Që shtu një dhe gjunaat. Pasaj el afje. Qka është afje? Afje është mbrojtje. Afje është siguri. Tha lutë Allah me të siguru mos të të roke dishka. Tash një herë largove, tash mos të dhvene tjetra. Mos me ta mundësu Allah mu të afru e keqja heq. A disa e madho kjo? Ke njerëzit dojnë me mri qëtu. Qka të duen parë nëse s'kish net? Qka të duen parë nëse s'ki siguri? Ti mundesh me pan, a mundesh me paramendu ti me pas shpijen, ama nësë të dush me dal, mos ka problem jashtë. Mos po më bandam dikush. Kë nuk jetohet që të në rrumë gjemat. Qështu janë raporti me gjunaat. Ti e ki gjunajin që e ban vet, e ki nefsin që nëzit ka e keqja, edhe e ki shejtanin që të rej hazër. Ketë këto duhet dikush me të neutralizu. Kush ka mi neutralizu ato? Tha selillah, litë Allahin. Lutë Allahin. Ibn Jauzi e sjellën një shemë për ta kuptu këta. Tha ti ka mundësi me shku të një Dostojevski në shpi, edhe në borë del qeni zagar për me rujt shpijen, edhe të sulmana i tyje. Njeri meqëm shka ban? Kish ku ti me një ven ku fshat ka qenaj, dhe aruna i shpijen, a i nuk nje tyje, të sulmana i tyje. Njeri meqëm, thot Ibn Jauzi rahimahullah, qka ban? E thirë pi largë zotnijën, thot o zotnijë, nale qenin.
Heke qenin, sa je një zotnin e vetë, lërgohet. E thot, ai i cili ja merr menja që ka takat, ja merr zoti mend, çka thot? Shtinjet me qenin. E i shkon dikte që ti të mor me qenin. Hek në don, harke don. Hik në don, hik e don. Pse? Ai mes çka thot? O zotni, hek ma qenin për këtu. Andaj, kjo dunia ka shumë sharr. Ka shejtana, ka e gjine, ka njerëz sharragji, ka njerëzit që thu, çish minal më unë këtë këto? I drejtohen Rabbul Alaminit. O Allah, i kin dorë ti këtë çto po, nali. Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Me ta dhon Allahi afuin, edhe afijetin, shlirin e gjunave, edhe mbrojtje dhe sigurinë nga të këqijat, ti kish pështuar. Ti ki pështuar me trujt Allahi pi gjunave tua, pi sherrit nefsit tan, edhe pi sherrit shejtanit çka të nxit, çka duhet ti të shka. Për këtë arsye, shikoj të ndërum xhamat, është mirë me ditë çka me bë lutje. Kështu i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lut Allahin, o Allah, mos mi jep efekt gjunave të mia. Me bë Zoti mi dhon efekt gjunave, ni gjunave veç mi dhon. Me dhon Izra Allah i thot, jepi efekt gjunave të çiki. Çkatërrohet jeta. Ama e shef sa ajo është i mëshirshëm Allahu. A mundesh me para minuti e ki pi helmin, edhe shkon te doktori dhe ai thot ta kena nxjerr këtë. Rri rahat se s'ka. Nuk kena lan asnjë pik helmin trupin tan. Ati e di se ai helm me pasnejt edhe pak, ti shkon ec. Andaj të ndërum xhamat, ta lutim Zotin e Madh, Allahut na ruan pi sherrit, na ruan pi të këqijave, na ruan prej xhineve, na ruan prej shejtanëve, na ruan prej shejtanëve njerëz, që cilët kanë sherr brenda shpirtit të tyre, na ruan Allahun nga çdo e keqe në dunja e në ahiret. Kur të pastrohet oborri, pastaj vijnë rendet e të mirave. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu. Pasi që kemi hije vetëm disa ditë, po gati një muaj e kemi muajin e Ramazanit. Allah na mundson me idë Ramazan, ya Rabbal Alamin. Duke qenë me shëndet dhe me iman. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 6 muaj ditë përpara banin dua, o Allah ma mundson me idë Ramazan. Na sjena si kategorie, po barëm një muaj përpara ta lutim Zotin tina në Ramazan me shëndet. Është begatia e madhe, është mirësia e madhe që po na vjen, është shansi që cilin ti ka mundësi të ka hik nga Ramazani kaluar diçka, e plotson me izin e Allahut në këtë Ramazan. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, ditë të madhe që Allahut na udhëzon në Islam. Allahu na përmirëson sjelljet tona, Allahu ti përmirëson karakteret tona, Allahu muslimanët e varfër dhe të dobët Allahu ti ndihmon. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që skamorët, bonjakët, jetimat, të vejat, të burgosurit, të gjithë që kanë siklet, Allahu subhanahu wa taala ty jam nga rahmeti vet, edhe neve na ban shoqëri me ta ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve taala, që Zoti jon te bareke ve taala na mundson që të jetojmë me Islam, që të udhëzohemi me Islam, ta ndriçon Allahu rrugën e dunjas dhe rrugën e ahiretit. E lutim Zotin e Madh që Allahu subhanahu wa taala të na ruan nga pasojat e gjunave tona, na ruan nga pasojat dhe të këqijat e të bëmave tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na shikon me syrin e rahmetit dhe mos na shikon me syrin e drejtësisë. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na jap të mirat dunya dhe të mirat në ahiret. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu ti kurorzon veprat tona me hyrjen në xhenet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وترحم المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين.
العالمين. اللهم بلغنا بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك أن تصلحنا، اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.